Unë kam derë dhe kënaqësi që Albi është kandidat dhe besoj që absolutisht do të jetë një vlerë e shtuar në Kuvendin e Shqipërisë. Nëse ne nuk mlidhemi gjithë bashkë, nga sot deri me 11 maj, të trokasim derë më derë, dhe t'i tregojmë realisht se kush janë hallet tonë, dhe të tregojmë realisht se çfarë kemi përjetuar nga viti 2013 dhe sot në 2025. Tirana nuk është vetëm qendra e Tiranës, Tirana është dhe Kamza, janë dhe fshatet, është dhe Vora. Në gjitha takimet që kam pasur në fshatet e Tiranës apo në disa zona periferike, do më vinte keq thoja se ku jetojnë. Jemi në vitin 2025. Populli nuk ka për të ngrënë. Sikur dhe 4 vite tjera ky ta fitoj, ç'do bëjmë me këtë popull, ose ç'do bëjmë ne. Këtu s'ka për ngjerë njëri i ri. Ku mosha mesatare do flet në 60 vjeç. E karta konsumatorit minimumi etik që Partia Demokratike e ka një ndër pikat më kyçe të programit të saj, për mua personalisht si kandidat, është pika më e mirë dhe më e duhur për popullin tonë. 80% e bizneseve sot kanë qenë mbyllur, se s'paguajnë dot taksa, tatime. Dashur qytetar, do ju kisha lutur që deri me 11 maj mos lejmë njëri pa takuar. Njerëzit tanë brenda dhe jashtë vendit, në diasporë, në Amerikë, këtu. Diaspora sot po voton, sot që flasim ne, diaspora ka nisur procesin e votimit.